Zgjedhja një gjuhë të huaj shoqërohet shpesh me mëdyshje, sidomos kur bëhet fjalë për tregun e punës. Megjithatë, studentët që e kanë zgjedhur e shohin si një portë që hap mundësi të shumta profesionale. Studimet këtu ishin shumë të dëshiruar nga ana ime dhe ishin zgjedhja ime e parë, le të thuash. Tregu i punës është shumë i hapur brenda shkollës, brenda Shqipërisë, por edhe jashtë saj. Një nga pengesat kryesore për të rinj që kërkojnë punësim mbetet kërkesa për eksperiencë, edhe kur bëhet fjalë për student ende në proces studimi. Për momentin nuk jam e punësuar, pasi zakonisht kërkohet eksperjenca, duke qenë se jam akoma në vit të dytë, besoj në vit të tretë do kem më shumë mundësi nëse bëj një praktik gjatë verës apo në vende të tjera si studio përkthimi. Edhe për Andin, vendimi për të ndjekur gjuhët e huaja ka qenë i menjëhershëm, i bindur se tregu i punës ofron hapësira. Në fakt, unë e kisha menduar të qartë kur bëra zgjedhjet e mia për degën e gjuhës italiane, kisha menduar edhe konsultuar me veten time që do ta zgjedh këtë gjuhë. Do ta zgjidhja pasi, siç e thash dhe më përpara, edhe për ta perfeksionuar, sepse edhe tregu i punës po e kërkon shumë gjuhën italiane. Fakulteti i gjuhëve të huaja nuk kufizohet vetëm në profilet tradicionale, por ofron edhe deg më pak të njohura për maturantët, por me potencial punësimi. Është një alternativë për maturantët, të cilët kërkojnë që pas 3 viteve studime bachelor të punësohen në turizëm, të punësohen në zyra përkthimore, në zyra turistike, të atashohen pranë institucioneve shtetërore, zyra tregtie të jashtme. Sipas drejtuesit të departamentit, sfida kryesore nuk lidhet me mungesën e tregut të punës, por me mungesën e informacionit mbi alternativa që ofron. Do donim të kishim më shumë grupe, patjetër, por me këto grupe që kemi, jemi në standarde didaktike dhe për vitin aktual akademik 2025-2026 ne pam një rritje për rreth 15-20% krahasuar me vitet që lan pas. Pra trendit është në rritje. E veçanta e këtij viti është edhe mundësia që të rinjtë e Universitetit të Tiranës nga çdo fakultet të ndjekin gjuhën e huaj që preferojnë paralelisht me studimet e tyre. Disa gjuhë të fakultetit tashmë kanë marrë statusin gjuhë si lëndë ekstrakurrikulare, që do thotë studentët e Universitetit të Tiranës kanë të gjithë të drejtën që të zgjedhin një nga gjuhët që ofron departamenti ynë, por edhe FGH-ja, dhe të mësojnë të gjuhë për një semestër, për 2 semestra, sipas dëshirës, dhe në fund në diplomën e tyre, në listën e notave, do të shënohet sipas nivelit që ai e ka ndjekur këtë gjuhë. Dhe kjo është një dëshmi e cila do të shoqërojë studentin gjithë jetën. Sipas raportit të Qendrës së Shërbimeve Arsimore, për vitin akademik 2024-2025, nga numri total prej 21.526 studentësh të regjistruar, rezulton se 484 ndjekin programet e gjuhëve të huaja, ku Universiteti i Tiranës numëron 316 student.